s'ka bre ambi gjithë qëre, Albini ato pak e ka gabim e ka thonë. Seriozisht. Nuk mund është ti me qenë president që s'ki ide politike. Pra ide që ka qenë dashtë të votojnë për zonën Feride, PDK-ja. Jo, nuk është që ashtu. Më falj. Nuk mund të Se çka zonja? Si s'ka ide politike? Kush se kanë landu? Nëse profilizonin mbi karakter mbi politik, askur se kanë landu. Karakter mbi politik. Ama ajo do të me... A di qësh deli të emni i zonjes, për shembull. Unë të në shumë respektoj. Pri takimit partive politike, dilet edhe thojnë, na jemi marrë vesh që ky emën i përbashk është emri cili na bashkon dhe do të bëhet president. Në qose mbi premisin që kanë orë partit politike mu marrë vesh, po në qose kanë orë mos mu marrë vesh, atër në qose jenë që të teren, jo logjik, jo bashkëpunus, atër s'kish ka një vesh. Janë ftu për mos mu marrë vesh. Janë ftu për mos mu marrë vesh. Ftesa është ba për mos mu marrë vesh, sepse tash mos i kthejmë kalumës se Arbeni po donë me pa të ardhmën dhe me të drejtë. Do të kthehem për 2 minuta në pyetjen e radhës. Nëse ti gjuhën ndaj partive tjera politike e ke përjashtuse, përkundër faktit që për herë të parë ndodh, merreni me mend rrethana tjera, Albini kishte me qenë në opozit, e PDK-ja në pushtet, cili kishte me qenë dialogu, a kish pas mundësi me ullë në tavolinë për me gjetë një kompromis, për një gjatë vetme. Se jemi me përvojë të gjatë këto. Se të shkjo ideja se popullë në ka dhonë. Në basë sistemi tonë juridik dhe kushtetus, çka të ka dhonë populli është të drejtën ekskluzive me zgjedhë kryetarin e kuvendit. Po jo presidentin. Ta ka dhonë shumicën për me formu qeverin në bashkëpunim me disa partit pakicave. S'ta ka dhonë drejtën me zgjedhë presidentin. Pra që kjo është logjika që duhet me funksionu. Dhe përderisa nuk ta ka dhonë qatë drejt, po je i pari për nga shumësia numrave, ti do me gjithë kompromisin. E ki i pari dhe për nga përgjësia. Po që s'ka pas... Pra, kur je i pari për nga drejtja, je i pari për nga përgjësia.